mbrëma, a e mani men sa bukur shpreh dashuria në këngët e festivaleve? A poezi, ndjenjë, vargjet bukura të tipit do trokaz dhe do të zgjoj, zemrën ti hape pak të për të dashuroj, do trokaz, nuk bëj shaka, të dashuroj. Problemi ishte që këtë gjë nuk mund të bëje në jetën reale dhe të mere frymëzim nga kënga, sepse mund gjendeshe në situata të papërshtatshme. Vërtet mund mere kurajon dhe të shkohet i bie derës asaj, masi kishe pinja 3-4 gota se mere guxim, po mund të dilte plaku asaj, ta hapte dhe ndoshte, qato? Aty zverdheshe të dilte pia për njerë dhe i thoshe, aty është, e harroja emrin e asaj, jam Genci shoku klasës. Dhe i thoshte, nuk ka Genci goca ime në klasë, po Agimi ka. Dhe e gjithoshte, pse e bo këtë ftyrë viktime se unë e di si e ke hallin. Mos trokit më nderën time se kam për të ta qa balin. Kjo mund të ndodhte tek familjet, sepse shoqëri ishte ndryshe. Nuk e di e mani men, besoj se gjithë e mani men kongën e Kozmaduqit eja o shoku ynë, shoqëria mundoj të të sqaronte. Nuk kam gjo me Kozin, po do vetëm do ju shpjegoj se si dhe sa përpiqej shoqëria për ty. Këtu do kërkoj pak ndihmën e shokëve të mi, edhe ndihmën tuaj publikut nëse doni. O shoku ynë të kemi pritur, ti qke që rrimën janë, ka qi mërzitur. Është një vajzë që e dua shumë, Lëre shoku e kam pasur unë. E ku ka më bukur, por largohet sa afro e muna. S'qen ka vajzë për flutur. Okej, do ndalojmë pak, sepse duhen sqaruar dy gjona. Ajo largohet duhen sqaruar dy gjona ke ky vargu, sepse ajo ose largohet se ti nuk e lar, ose është ashtu si po thonë shokët, që nga vajzë po flutur, që shkon lule më lule. Ta thamë për para e kam pasur unë, po të thonë që shkon lule më lule, atër është, ta mom është kokra e flutrës, kokra flutrës. Po daldisja vazhdon me, sot prap nga dora ime, se mori zambakun. Lën me ty o djalo, se ta do me rakun. Okej, normal që do lozi me ty, sepse qa meno ti që meno ajo kur qep me zambak në dorë mes rrugës, që të rri zambaku drejte? A? Po daldisja vazhdon dhe ke vargjet e më poshme, me vargjet e tipit, se trëndafili jo nuk i qenë, të gjitha lulet me një herë, Po me një herë, ashtu dhe pema e dashuris, në zojë ndo një prambe. Pema e dashuris, kanë që ato pemët që ne mështeteshim. Pema e dashuris kanë qenë pemët poshtë balkonit, ku mështeteshim dhe ajo lëvorja ishte lëmume se ose krueshim, ose gjushim atë. Po shokët e kanë kuptu që ti ke fillu me daldis se thu trëndafili që qel lullet, trëndafili qel gonxhe. Dhe këtu të lejnë të vazhdosh solo. Ndaj erdha për sëri, ty të kërkova, kur dole në balkon sa s'fluturova, me mua në një stol, erdhe u ule. Me mua në një stol, erdhe u ule. Shqyqyr po thonë gjithë shokët, erdhi të ul në stol. Qa do i thush? Dhe i që vazhdon, unë të këndoja këng, tim lidhje lule. Tim lidhje lule. Uaj none, të erdi stol më vla. Qa kome po i knëmë, sa të kom dashmit bof shavorin e? Apo qingji vogël rimenushën be ba. Po këtu
kur ka numë gjithë shpresat, sepse ajo po ta shpjegon, që po mbledh lule me lule, vazhdo knoti, është ta mum ajo kokra e flutrës, kokra e flutrës që munohet të të nimoj me gjeste, se kënga vazhdon, e mbani mend si vazhdon kënga? Kënga vazhdon, e qele buzën si trëndafil, me synë e kaltër shkrepe një yll. A ka më troq ajo që po të nimon? I thu, e qele buzën si trëndafil. Si qelë trëndafili? Qa po të bona? Buzën? Me synë e kaltër shkrepe një yll. Qa i thuti? Mirë më thanë shokët, ti që nke flutur, ma bën rininë edhe më të bukur. Edhe më të bukur. Katastrofë totale dhe konga maron me ashtu dhe pema e dashurisë. Të lulëzojën do një pranver, të lulëzojën do një pranver, të lulëzojën do një pranver. Tre pranvera, 3 herë. Asa ka mbyllu me dalë rrudhat, plako, si e për këtë punë shko bëj shurë pëmës. Na të mirë.